Horoskopi ditor, 22 maj. Një gjë mund të ndodhë pikërisht kur mendon se gjithçka është qetësuar. Ka ditë kur njerëzit mendojnë se gjithçka është nën kontroll dhe pikërisht atëherë fillojnë lëvizjet që askush nuk i kishte parë. 22 maj nuk sjell zhurmë në fillim, por sjell sinjale, reagime dhe kthesa që mund të ndryshojnë krejt ritmin e ditës. Disa shenja do kuptojnë se dikush po ndryshon sjellje. Disa të tjera mund të marrin një lajm, një mesazh ose të shohin një detaj që ndryshon mënyrën si e shohin një situatë. Kjo nuk është ditë për të ecur me sy mbyllur sepse ajo që duket e vogël sot mund të bëhet shumë më e madhe nesër. Dashi. Një zhvillim që duke i parë rëndësi mund të fillojë të marrë më shumë peshë gjatë ditës dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk janë aq të qarta sa dukeshin. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po pret një reagim nga ana jote përpara se të marrë një vendim. Në punë, një situatë mund të kërkojë që të lëvizësh më shpejt dhe të mos presësh momentin perfekt. Në marrëdhënie, një bisedë ose një ndryshim i vogël mund të zbulojë emocione që nuk janë thënë më parë. Mos u nxit të japësh përgjigje menjëherë. Është një ditë për të kuptuar ritmin e ngjarjeve dhe për të reaguar me qartësi. Nëse arrin të ruash kontrollin, mund të fitosh një avantazh të rëndësishëm. Demi. Një ndjesi që ke pasur prej disa ditësh mund të fillojë të marrë formë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk e kishe gabim. Një moment i vetëm mund të tregojë se një situatë që dukej e qetë po lëviz në prapaskenë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa mendon dhe kjo kërkon më shumë vëmendje. Në marrëdhënie, një reagim ose një mungesë reagimi mund të tregojë më shumë nga sa mund ta shpjegojë dikush me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek ajo që është e zakonshme. Është një ditë për të parë më thellë dhe për të mos nënvlerësuar detajet. Nëse arrin të reagosh me qetësi, mund të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Binjakët. Një ndryshim i vogël në ritmin e ditës mund të hapë një mundësi që nuk ishte fare në planet e tua dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka duhet kontrolluar. Një moment i vetëm mund të tregojë se një informacion i ardhur papritur mund të ndryshojë shumë gjëra. Në punë, një bisedë ose një ide mund të japë një avantazh që të tjerët nuk e shohin ende. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të ndryshojë atmosferën më shumë nga sa mendon. Mos e mbush mendjen që gjithçka është vendosur tashmë. Është një ditë për të qëndruar i hapur ndaj të papriturave. Nëse arrin të lëvizësh me ritmin e ngjarjeve, mund të dalësh shumë përpara. Gaforja. Një gjë që e ke ndjer prej kohësh mund të fillojë të bëhet më e dukshme dhe kjo mund të japë një ndjesi që nuk mund të injorohet më. Një moment emocional mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë besim tek intuita se sa tek logjika. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket. Mos u përpiq të kuptosh gjithçka menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar atë që po ndjen dhe për të mos e shtyrë atë që duhet përballuar. Nëse arrin të jesh i sinqert me veten, mund të kuptosh shumë gjëra. Luani. Një gjë që ke menduar se do të zgjidhej vetë mund të kërkojë më shumë vëmendje nga sa kishe planifikuar dhe kjo mund të bëjë të ndryshosh ritmin e ditës. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush pret më shumë nga reagimi yt se sa nga fjalët e tua. Në punë, një situatë mund të japë mundësinë të tregosh qetësi pikërisht kur të tjerët humbasin kontrollin. Në marrëdhënie, një veprim i vogël mund të ndryshojë krejt atmosferën mes teje dhe dikujt tjetër. Mos e ngatëro heshtjen me mungesën e ndjenjave. Është një ditë për të parë më larg se ajo që duket në sipërfaqe. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh me krenari, mund të fitosh më shumë nga sa mendon. Virgjëresha. Një situatë që deri tani të dukej e parashikueshme mund të fillojë të lëvizë në një mënyrë që nuk e kishe llogaritur dhe kjo mund të detyrojë të dalësh nga mënyra jote e zakonshme e të vepruarit. Një moment i vetëm mund të tregojë se jo gjithçka ka nevojë për analizë përpara se të kuptohet. Në punë, një detaj që të tjerët e injorojnë mund të japë një avantazh të rëndësishëm.
Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjellje mund të bëjë të kuptosh më shumë nga sa është thënë. Mos kërko përgjigje të menjëhershme për çdo gjë. Është një ditë për të vëzhguar dhe për të kuptuar ritmin real të situatës. Nëse arrin të mos e mbingarkosh mendjen, mund të shohësh më qartë. Peshorja. Një situatë që ke mbajtur në ekuilibër për një kohë të gjatë mund të fillojë të kërkojë një zgjedhje të qartë dhe kjo mund të bëjë të ndjesh më shumë presion se zakonisht. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk mund të vazhdosh më duke pritur që gjërat të rregullohen vetë. Në punë, një vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket në fillim. Në marrëdhënie, një reagim ose një mungesë reagimi mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos u përpiq të mbash qetësi artificiale vetëm për të shmangur tensionin. Është një ditë për të qenë më i drejtë për drejtë me veten. Nëse arrin të zgjedhësh pa frikë, mund të lehtësosh shumë gjëra. Akrepi. Një zhvillim që duke i largët mund të afrohet shumë më shpejt nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të mbeten të fshehura përgjithmonë. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush po lë sinjale që nuk duhen injoruar. Në punë, një lëvizje e vogël mund të japë informacion që ndryshon krejt mënyrën si e sheh një situatë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të hapë një temë që është shmangur prej kohësh. Mos reago menjëherë nga intensiteti emocional. Është një ditë për të parë gjithçka me qetësi dhe për të mos nxituar përfundimet. Nëse arrin të ruash kontrollin, mund të kuptosh shumë më tepër. Shigjetari. Një gjë që deri tani e kishe marrë si të zakonshme mund të fillojë të ndryshojë ritëm dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa mundësi nuk qëndrojnë të hapura përgjithmonë. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha të lëvizësh pa pritur kushtet perfekte. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një shans për të provuar diçka që e kishe shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur deri tani. Mos e humb energjinë duke menduar shumë për çdo hap. Është një ditë për të vepruar me besim dhe për të mos qëndruar në pritje. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të hapësh një drejtim shumë më interesant. Britsjapi. Një situatë që e kishe organizuar me kujdes mund të fillojë të lëvizë në një drejtim që nuk e kishe parashikuar dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka mund të kontrollohet. Një moment i vetëm mund të tregojë se një ndryshim nuk është gjithmonë humbje. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të ndryshosh ritmin dhe të mos mbështetesh vetëm tek ajo që ke planifikuar. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të bëjë të reflektosh më shumë. Mos e lodh veten duke kërkuar siguri absolute. Është një ditë për të parë realitetin siç është dhe jo siç e kishe imagjinuar. Nëse arrin të jesh më fleksibël, mund të fitosh shumë më tepër. Ujori. Një mendim që të kalon rastësisht mund të bëhet pika që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që të ka mbajtur pezull. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja nuk ka qenë larg, por vetëm nuk e kishe parë në kohën e duhur. Në punë, një ide e pazakontë mund të japë një avantazh që askush tjetër nuk e pret. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë krejt atmosferën mes teje dhe dikujt tjetër. Mos e kufizo veten duke ndjekur gjithmonë të njëjtën mënyrë. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të parë më larg. Nëse arrin të besosh më shumë tek mënyra jote e të menduarit, mund të surprizohesh nga rezultati. Peshqit. Një ndjesi që e ke lënë mënjan mund të bëhet shumë më e fortë gjatë ditës dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk mund të injorosh më atë që po ndjen. Një moment i vetëm mund të tregojë se një situatë emocionale po kërkon një përgjigje reale. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të ndjekësh më shumë instinktin se sa atë që duket logjike në fillim. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që nuk është thënë kur hapur. Mos kërko shpjegim për çdo emocion. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të mos shtyrë atë që e di se duhet përballuar. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të ndihesh më i lirë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën shenja nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.